Përshëndetje Angels dhe mirë se erdhat në ditën e tretë, duket, në këtë vlogmas. Jam bërë gati për punë. Nuk ka shumë që kam mbyllur vlogun e kaluar në fakt. Nuk kam një krerë, kam bërë make-up, por s'kam krerë flokët. Dhe do iki për punë. Si s'kam në krerë unë. Që doja t'ju thoja, një gabim që kam bërë në këtë vlogmas është që nuk kam advent kalendar. Mendoja se do kisha, harrova, e lash pas dore, nuk mora, nuk kërkova, nuk bleva, me pak fjalë nuk kemi advent kalendar. Më thoni ju nëse keni dëshirë që të gjej, me patjetër një advent kalendar, do më pëlqente shumë të kisha një advent kalendar nga Eri, që më ka marrë njerë në Gjermani me kalendarin kines. Dhe më pëlqejnë shumë ato, nuk e di, më duken shumë motivuese. Dola me Eri një në Gjermani, kështu që është e pamundur që të kem un advent kalendar si ajo që doja. Do iki këtë ditë në Greqi, kështu që mbase mund të gjej andej të shohim. Dhe do t'i hapim pastaj për ditët që kanë mbetur. Krerë kemi poshtë, do t'i këtë Mareli, kështu që është bres poshtë. Kam veshur këtë këmishën nga Saudeza. Kam veshur këtë pantallonat beige që shkojnë me këmishën. Pantallonat janë nga Angeli. Pelushi. Çantën e kemi poshtë dhe ikim. Po bëj porosit tani, ti bëj gati. Vëjë të flas kamer. Kam seldën këti. Edhe më ndonë se flas me veten. Di, seld kam vlog mas, e? Baba, filluam vlog mas. Okej. Kam gjithë ditën këtu. Më dhe në gjithë hengrat në shtëpi, po më ka marrë shumë uria o njerës, sa me zi pres të shkoj, dhe se që ka bërë doni tani, diçka të mirë për të ngrenë, kështu që me zi pres. Të paketoj këtë porosit, se do vje Eli këtu, edhe do iki unë. Kështu që të lë gati porositun, t'i regjistroj Eli si që duhet, dhe të shkoj të habuk. Dhe të le çdo gjë. Sot kam është shumë punë për të bërë këtu, kështu që do u mërzis duke më parë gjithë ditën në punë, sepse do bëj disa prerje për nesër, për legati, për erdhjeli, të donin, do më thotani dikim, dhe më s'kam mbyllur akoma porosit. Ela! I ke lënë zjarr? A ti paketoj pastaj këto? Jo, e les i paketojnë se kam halë se më bënë në një gabi. Erdo. Opa. A bëndë të vishem njerë. Kam dhe durim. Papa që po bënë. Qa i ka djege? Jo. I ka bërë Agila këto? Po. Ti ke bërë këtë punë? Normal. Bravo. Agile, a di që s'ki dalë fare në vlogmas, mam? Kemi vlogmas. Keni smur. Ke keni smur. E bën tragjike se nuk është se kishte në një gjë, kush e di thjesht vim të krau. Unë mendova se mos kishte temperaturë. Kam pas në drejt, djenë drejt, s'ke pas fare temperaturë, ja fut kot. Kam pas, thjesht kam të keni dimni nxehtë. grykët. Po normal të ke qenë një nxehtë rjetër ditën shtrirë. Dhe që të thoja, në dhejtë e zvajtas në shkollë, sot. Pushovi dora? Me atë hape që kam pi dorë, s'më ka pushu pak. Po. Të ka pushovi? Po. Do më thë një mirë për nesë në shkollë? Po. Okej. Se farë se do thërë se ja, po më dhemë të një prapë, E loj atje. Po. Janë hapo, mo. E di që janë hapë. Mindis pa këto. Kam lavatrice. Se do t'i veshësh? Ky që ishte i smur gjoja, tani do t'dali. Prit mo, Agile, prit. Prit more, prit shof njerë.
Lavatrice kam pa fund, hekur kam pa fund dhe nesër jam për rrugë. Dhe sot kam shumë punë të saudesa, nuk di ku do t'i vej. Duhet edhe një jarë kjo. A? Se jam të gjithë hiq. Po e shikoja tani nga jashtë që erdha. Qa po bën, po vua në vetë që të veshi kukullën. Pse hoqe? Se po vëllë një shkëllë. Okej. Beti mos ishim ne. Be atë që do bëj, po mos ishim ne. Qa është bërë? Ko prap. Pse? Punëtorit duhet mja plotësu kushtet se ti të bab. A shikon ton? A gjën që thot punëtorja këtu? Punëtori duhet me aplotësu kushtet cetik, kështu që mos i thuaj gjë për kondicionerin. Si ku e se mleve të këtë makinë, pa më rakë. Do të mleve në sem gjë. Si the? E në i ko të më se mleve makinë. Si u të më hadem një më pak. Po prendet sa nga këto ti? Po kam prerë, maj. Kemi prap gjëra të kështu. Nga kjo këtu kemi. Shive? Në ajo që preve ti tashi? Po, 4 si kjo, 4 po veç ta tërgoj se si kemi prej. 2 si kjo kemi prej. 4 shi. Mos e bjere që mos me i dëmë shumë. Kjo shtrojë në një këtë. Po, 4 si kjo edhe 4 si kjo. Po kjo duhet jetë kështu. Duhet të ta palosësh këte edhe ta sillësh kështu këte. A që pa... Pa qarje këtu. Po e do, në ajo Po, anë. po. Ose kështu që ti pesh se të tregojë mbarë një bej një këtë. Duhen 2 herë si ajo që po bën tani ti. E një tjetër. Po. E bere 4, e? I bere 2 herë në atë që të thashtë, se duhet 8. Ha? I bere 8. Ne sa po mbaruam, ora është 9:30 dhe ka zënë shumë shi ashtë dhe nuk dim se si do ikim tani, se jemi motor. Kam krijuar një rumuj këtu, që të një idej në buzinë, po gatuaj pak për nesër. Azuri dhe si u arrohu që të zëgat në top, një lider. Të ndisha qadrë, nuk e su laka, edhe do në kishtë kërkore, po më lakë të rrusi pak. Për sot e kam qalën. Folbo. Qa kje moj? Sa po u nisëm do më thënë jemi në ditën tjetër, kështu që ky vlog do jetë në këtë vlogmas, në këtë ditë të vlogmasit do kemi 2 ditë vlogmas. S'po di që po në sakë do më thënë. Sa do kemi 2 ditë vetëm? Po, ku të bëj, që të regojmë, vetëm punë, shtëpi, punë, sot me që po, zëtoj, po. Dhe nuk e di pse jam unë mrapa, unë. Nuk e di pse unë mrapa, se më thoshte do një, po pse në arrisi vipe mrapa, thoshte. Edhe ashtu vetë nuk e di pse ndajta mrapa, nesër. Edhe unë çudita, më thon përshëndetje njëherë. Edhe unë çudita më thon drejtën kur e pash vendin e parë lirshëm adin, Po kjo çpati the? hash. Hajtë thash se ti tani do zbresësh, do shkosh shkollën, do nisem për rrugë, do të shikoj për disa ditë. Se ndryshovi që tha, jo, thash, zbrit tani thash unë, se as vetë nuk e di pse mrapa, thash. Zbrit të hypi para, i thash. Si për si. A më po e them, i thash, zbrit të ulëm para, kur u kujtova pastaj, po hajtë.
Të vinë kujtesat me vones që këti. Po mirë, kur du të marrësh makinën tënde, do më lesh t'ulem para mbrapa? Unë nuk u dush. Unë jem vendem. Derisa do marrësh. Ja thuaj pak punën e makinës njerë që ishte i reagim, se kur po editoja, shikoja. Që ishte i reagim, nuk e kuptoheni, ju ishte diçka që unë nuk e prisja. Se prisja më i gjallë në botë, otra që ma thënë që qyret kina marrë këtë, unë prapë s'kisha besu. E di si këtë? O zoti madh, e di si dukshe ti. Kur po editoja, ju e shokuar, po s'di që të them. Do kënë thënë njerëzit, po kjo, pse s'ka asë një emocion në diqa, po është negaforet, kemi këta, emocionohemi në gjëra shumë koti, që s'kan hiq lidhje. Nejse, kur duhet emocionohemi, jemi shumë ftoft jo shumë boring, shumë të shokuar. Nejse, dhe ti ishte... Kjo nuk e beson të njerëz, dhe kur hypëm në makinë që po vinim për Shkodër, edhe prap thoshte, mo ja bënde mos më beri tema ajo një gotë verë që piva ja bënde atje te Gysi, ose thoshte, mos do zjëm në mëngjes dhe do më thoni që Doni, ku është ashtë këtu ajo? Mam! Cili? Më duhet dedi qamore. Hajde se vjem prap. Ca lidhse. Ajo është ati lartë, maj. Po tani. Tashi, a e kishe mëndi dhe vlogu, apo e kishe mëndi dhe këtuna, se s'po kuptojnë atë është. Që kaluam këtu, më duhesh ajo. Tani do që Emilia do këthimi prap. Po, do bëjmë të ratë, për ne këtu ishim. Një sekundë, se tani po m'jë përqeshur. Atëherë, nësa po unisëm la Meli në shkollë, shkova pak të puna dhe unisëm për ku? Nuk e dis, a do e them në këta? Vlog, apo ta them tek vlogu tjetër, gjeni, shkruani. Dhe po më vjen përqeshur sepse tani po bie shi dhe ka dalë dhe dielli. Dhe Doni këtej nga ana e Delvinës apo nga ana Fieri? Se ti je rrit në Delvin, po origjina e ti në Fieri. Okej, këta nga jugu e paskan që kur bie shi me diell, Martojnë milingonat. Martojnë milingonat. Është dhe në parë që të gjoj. Ne kemi një shprehje tjetër. Këta e paskan martojnë milingonat. Ose ti ma sa përqeshur me erdi. Se kisha quar asnjëherë për sotin. Ose ti ma. Më shkruani ju lutem se çfarë shprehje keni ju në zonën që jeni kur bie shi me diell. Se jam shumë kurioze të ti. A e ka shpik Doni këta, po vërtet. E ka jugu këtë shprehje, është herë e parë që të gjoj. Të lofi me këto gjëra shoj. O sot i madh, martojnë milingonat. Okej, beka ndasma dhe milingonat. Po nuk bëjnë dasëm, e bëjnë shprehja, dhe ja fut kote dhe ti tash. O sot i madh. Jo, po bëjnë dasëm, 20.000 euro dasëm. Ja fut kote. Ku i gjeng të shprehje të lutem, aman? O zot, ju lutem më shkruani në koment nëse dhe ju keni këto shprehje çuditshme. Po i ka? Okej, kërkoj falje pastaj. Për zotin do të kërkoj këtu publikisht falje që u talla dhe qesha. Kaq tani u nisëm siç u thash, më dhem pak barku. Dhe sa i natë më vjen që nuk isha vlog për sot. Po, pra po kam derdhë unë, ja, gjithmonë unë kam faj. Thasht, vendosja kamerën këtu, si që është kjo këtu, te xhami, që të bëj vlog tamam si që duhet, dhe më meti ndorë, u thy direkt, thash, që është kjo blek, thash unë që kemi ne këtu, u thy direkt. Kushe ti thot, se qa ke derdh ti thot, ç'lidhje ka, qa do kem derdh unë që është prish kjo, si ka mundësi. Po, gjithmonë unë e kam faj, ne ndaluam në morëm disa këshu dalliqe për rrugës, normal uj, morën nga këto, se kisha ko, se di pse mu fiksua, kam kopa nga Maltesers. Ja, s'ke nevoj. E gjete. Gjeta vendin unë, e gjeta. Te iqim pak në lushin. Morëm dhe shtra flak tani këte, se kjo s'duhet gjema. Tire. Tire o dite komët.
ban. Qatë vite të sollën të ri? Më fale. Apo e ban atë? Po pri, po duro, po të në barku. A kishu ki task? Roma në barku. Këtu i mori Doni. Vetëm djekë se kemi marrë. Këtë mora unë. Dhe këtë e mori Doni. Qa do të hapë një gjë? Çokoladë. Atë u kitas të na e kam punë largë. Të marrova në marrë. Bravo, Doni, bravo. Hidi Doni këtej, pasaj thua se qa ke derë ti e ke bërë makinën pise, bravo. Të i ka qenë lëkurush i herga. Do, djeksat. Nuk e ti pëse, është i vetëmi fëmijë është i vogël që i ka qenë gjatë pikante dhe kripën. Kripën nuk duhet të lem kur në tavolinë, sepse mund të haj me grushta. A ti kështë për një ditë? Kështë marrë vazën e kripës, e kështë e lenë mami për tavolinë, ishte fut poshtë tavolinës, në anë të fshorë razi kripë, me grushta më. Me grushta. Fshorë razi, se ti që i përtasë nuk e lenë të ha kripë, poshtë tavolinës shërë razi dhe atë kripën me grushta, është fëmijë shumë i çuditshëm. Bera pak make-up, u bera pak e bukur dhe për pak do arrim në destinacion dhe ju shkruani këtu se ku mendoni se po shkojmë. Dhe dua t'ju them si fillim se kanë kaluar 3 ditë dhe akoma nuk ju kam thënë punën e makinës se si ishte. Atëherë kishim porositur makinën e Elit, e kishte porositur Doni, unë kisha shumë dakord në fillim fakt, por Doni mendonte që Eli mu të bëj shkollën në Tiranë. Dhe makina është porositur sa 4 muaj apo 5 muaj parë? 3 muaj ca. 3 muaj, po njërë. Pas ditëlindjes të Elit duket apo para? Pas ditëlindjes dhe me idenë që do ishte sikur që Eli do të vazhdoj shkollën në Tiranë nesër. Dhe pse unë isha sigur që do të dilte në Shkodër. Dhe mendovi që ti marrim makinë, që ti marrim makinë nesër. Dhe nuk ka, duke qenë se ka ardhur nga jashtë, vonovi pak si shumë fakt, sa? 3 muaj. 3 muaj gati 4, nuk qa 3 muaj. 3 muaj që është nisur që janë dhe, pa ashtu vajti 3 gjysmë me 4 muaj. Po. Edhe Eli me datën 9 dhjetor ka ditën e emrit. Dhe mund t'ja bënim surprizë për ditën e emrit, për shembull dhe mos ta linim për atë ditë. Por duke qenë se babi nuk mban dot sekrete, po thuajse gjithë e kishin marrë vesh, gjithë e dinin përveç Elit. Dhe kisha frikën se do t'i shkiste goja babit dhe do t'i thoshte. Shkiste, po për ditë po i shkiste. Po, për ditë gati. Vinte dyqanim, thoshte, erdhi makina më për të polë, më i thoi onë se të të qoj Eli. Pasaj, atit kur shkuam në Tiranë për festën e djalit të Heroanit, në makinë i thoshte Elit që e ke harruar makinën, dita ngasësh edhe, do me thënë, e pyeste vetëm gjëra me lidhje me makinën, dhe unë isha kështu, po, Elit do ta kuptoj, ndërkohë që Elit nuk i shkonte kur mendja, fare, dhe akoma dhe në moment kur i kemi thënë, asaj ajo nuk po e besonte, por gjithsesi unë kisha merakun se do ta kuptonte, duke qenë se babi thoshte, nuk e thosh në të troq, por gati kuptoheshe, ose na dukshe ne ashtu, sepse thoshte makina. Po, edhe ja kisha frikën se domethënë do ta kuptonte nga babi dhe prandaj ja treguam atë ditë. Dhe u bë surpriza, domethënë pa plan fare. Madje kujtovi se ishte makina e babit, e gjyshit, ajo makinë. Si tha? Po. Makina e gjyshit e gëzosh dhe kështu. Mendovi se ishte makina e gjyshit, e babit. Babit tim e kam fjalë. Dhe kështu, prandaj nuk e bërëm pak, se e thoshte Gysi pse nuk ja bërët më bukur si surprizë, pse nuk i vurët kordele dhe kështu, dhe t'ja linin për ditën e emrit, për shembull, por ja, kjo është arsye. Po, ti dhe Mielit bëj sikur zdi tani, hajta bëj surprizën siç duhet. Dhe kaq. Nese, gjithsesi prapë
Eli u shokua si që pat, ndoshta nuk ishte ajo surprizë wow, që duhet ishte më mirë organizuar, por gjithsesi surprizë betet sepse Eli nuk e priste fare dhe nuk e kishte kuptuar fare. Tani them ta mbyll këtë vlog sepse dua që në vlogun e radhës të shikoni se ku kemi vajt, ku jemi, që të bëjmë, dhe besoj se do ju pëlqej gjithë ideja. Kështu që ju mos harroni të bëni subscribe, mos harroni të shtypni zilën që t'ju vinë notification çdo ditë do postojmë video, por gjithsesi t'ju vinë notification orarin që postohet video. Dhe uroj të kemi, domethënë çdo ditë video, sidomos tani që do jem në lëvizje. Dhe ne bashkë do shihemi në videon e radhës. Pashim Angels! Bye!